Zoti Zhlima, çfarë do të thotë sipas jush vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja pak ditë më parë brenda sallës së gjyqit? A është kjo një tronditje për vetë shtetin, themelet e shtetit, drejtësinë, por edhe raportin e drejtësisë me qytetarët? Kjo quhet një vepër penale e rënë të një akti terrorist ndaj funksionarit shtetëror që në krye të detyrës ka dhënë një vendimarrje. Por përveç kësaj ne duhet të citojmë dhe duhet të themi që në raport me drejtësinë të pritur nga qytetarët shqiptar nga reforma e famshme në drejtësi që u vërtetuar që ishte reforma e padrejtësisë, kemi një viktim në krye të detyrës. Ky është një fakt i rëndë dhe nuk mund të quhet thjesht një vrasje për rrethana të tjera ose banale. Pse nuk quhet kështu? Sepse akti terrorist nënkupton terrorizimin e shoqërisë, të funksionit kushtetues që kanë gjyqtarët, të funksionit kushtetues që kanë prokurorët dhe përfaqësimi i tyre në pushtetin e tyre së qeveriset si nga pushteti gjyqësor, që është qeverisja e gjyqësorit, dhe nga përfaqësimi i tyre që është nga pushteti tjetër, pra i njëjti pushtet, po që ka një tjetër, do thoya kompetencë, që është Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Të dy këto institucione brenda sistemit të drejtësisë, pra të pushtetit gjyqësor, janë vulnerabël sepse pikërisht një qytetar i cili nuk ishte njohuritë e duhura, thjesht u mërzit nga zvarritjet dhe nga proceset gjyqësore, mori një vendimarrje, një akt ekstrem. Por dua të më lejoni të bëj një analizë akoma më të thelluar që të kuptojmë bashkërisht se ky qytetar mori një veprim të tillë, por dua të sqaroj opinionin publik që ky arsyetim që unë do t'jap nuk justifikon jo vrasjen, jo aktin, por vetëm edhe mendimin të një personi i cili të krye një akt të tillë. Do më lejoni t'ju parashtroj që Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë pati disa ndryshime thelbësore në 2016. Në atë kohë, ligjvënësi jon bëri disa ndryshime në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, nga aty do ta filloj. Dhe ligjvënësi ynë në atë kohë dha disa porosi tek ligjvënësi që do të vinte në 2017, pas zgjedhjeve të qershorit të 2017-s. Me maksimumin 1 shtator të 2017-s, i thot ligjvënësit të ri, do të votoni institucione të reja kushtetuese, do të votoni Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë dhe do të votoni prokurorin e përgjithshëm që do të jetë me 2/3 të gjithë anëtarëve të kuvendit, pra me 94 vota. Ju e mbani mend shumë mirë që zonja Arta Marku u votua me 69 vota. Pra ishte një shkelje e parë e kushtetutës në sy të publikut, në sy të ambasadorëve dhe në sy të çdo qytetarit shqiptar. Më thoni mu ju, a është ky një njet ose më mirë një pikë pyetje rreth institucionit të drejtësisë? Dhe ky fakt, mos harroni, ka dhënë një armë, ka dhënë një fishek tek autori, sepse kjo ngjarje ka qenë publike. Një rast tjetër që është akoma i cituar në kushtetutë dhe përsëri i cenuar nga ata që bën dhe marrëveshjet por edhe reformën, që prokurorët dhe gjyqtarët do kalonin filtrin e verifikimit të pastërtisë së figurës dhe profesionalizmit dhe aspektit financiar. Ky ishte qëllimi që të rikthehet besimi tek publiku. I ndjeri kaloi dhe 2 dhe 3 shkallët e gjykimit, i kaloi me njëherë, pa asnjë problem. Ishte ky një besim? Po. Pra do thotë që e gjithë kjo ngjarje që ndodhi ishte jo thjesht vetëm sepse politika krijoi probleme në funksionimin e institucioneve kushtetuese, po pikërisht ata të cilët janë pjesë e sistemit të drejtësisë abuzuan. Pra rasti i zonjës Marku, përderisa ajo e lexon vetë ligjin, duhet të kishte dhënë dorëheqjen që mos u bënte objekt bisede, dhe të ngelte gjithë fajin, të ngelte politikës. Por çfarë bëri zonja Marku? Qëndroi dhe kandidoi duke abuzuar me nenin 179 të kushtetutës dhe paragrafi 13. Pra, vetëm me këtë fakt ju do të kuptoni se si
vetë njerëzit e sistemit të drejtësisë vra njeriu e tyre. Po ashtu KLG-ja po njësot. Zoti Zhlima, pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, shumica e qytetarëve kanë mbështetur aktin dhe autorin duke bërë gati si hero. A është kjo një revolt kundrejt sistemit të drejtësisë dhe që vetë ky sistem së bashku me politikën, së bashku me vendimarrjen politike i ka zvarritur për 35 vite çështjet e qytetarëve shqiptar? Unë do më thoja që në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me një akmarrje të qytetarëve kundrejt drejtësisë për këtë shkak, por kemi të bëjmë me një fakt kontradiktor. Pse kontradiktor? Sepse nuk mundet në të njëjtën kohë qytetarët të duartrokasin spakun për arrestimet e famshme politike ndaj funksionarëve publik dhe nga ana tjetër të jenë kaq shumë tifoz ndaj një veprimi të një personi i cili godet dhe vret një gjyqtar në krye të detyrës. Pra do të thotë që qytetarët ose kanë marrë një referencë të qartë që rasti konkret i magjistratit ishte një interes për publikun për të kryer një akt të tip terrorist, ose vetë qytetarët nuk kanë mundësi të bëjnë një dallim midis të drejtës, pra drejtësia që jep gjyqtari, dhe aktet procedurale hetimore që e bën prokurori. Pra do të thotë që nuk kemi një saktësim nga ana e qytetarëve kush në të vërtetë jep drejtësinë dhe se si drejtësia duhet të jepet. Pra, ky frymëzim, kjo gjë që u dha tek qytetarët pas këtij akti të madh, duhet të vijë në pikpyetje veprimtarinë e spakut. Pse? Sepse nuk mundet të njëjtët qytetarë të kenë një kënaqësi ndaj një fakti kriminal dhe terrorist duke vrarë një gjyqtar dhe të kenë një mendim tjetër ndaj prokurorëve që fusin në burg politikanët. Pra ka një diferencë dhe këtë diferencë nuk mund të analizojë një statistikë provizore që thënë disa që spaku ka një prezencë ose ka një mbështetje popullore. Ky është mashtrim publik, pra me vrasjen e gjyqtarit nuk faktohet më që në sistemin e drejtësisë ka një besim tek publiku, tek sistemi i spakut, pra te spaku në tërësi. Pra, e gjitha kjo, lavazhi që është bërë, që spaku ka besimin e publikut, quhet një mashtrim, sepse nuk mundet në të njëjtën kohë të gëzohesh me vrasjen e një gjyqtari që bën përsëri pjesë e sistemit të ri të methojza, që na ngjesi reforma afrikane, që edhe te ju e kam thënë këtë gjë, edhe përveç kësaj kam thënë rastin që do na vi flaka dhe në fund fare do kemi tubrin dhe do kemi ujë. Pra, e gjithë kjo situatë që po ndodhet dhe ky interpretim që bëhet, për mendimin tim, është një interpretim që të kërkon patjetër reflektim, po jo nga ne qytetarët, nga ata të cilët janë vendimarrje, pra nga gjyqtarët, nga prokurorët në rastin më të mirë. Pse? Sepse prokurori ushtron dhunë dhe presion të gjyqtarit, dhe gjyqtari është vegël e prokurorit. Kuptojeni prokurorët dhe gjyqtarët, ju ka marrë në qafë Edi Rama, dhe ky është fakt konkret. Mos u bëni vegël e Edi Ramës se e përsollët magjistratin tuaj, kolegun tuaj. Rama ju ka marrë, ju ka bërë vegël. Rama do ju bëj që të mos merrni frymë dhe frymarrje. E mbani mend çfarë bëri aty të Balliut, E mbani mend aty gjykatës administrative të tjerë, si harrojmë emrin tani. E mbani mend atë prokurorin atje,